Në Kalan e Selsës në mënyrë madhështore u shënua manifestimi tradicional pranvera e dinjitetit, në përkujtim të dëshmorëve të kombit të cilët ranë në luftën e 2001-shit, pra 12 vite më parë. 14 marsi viti 2001 është dita kur u kurorzuan përpjekje shumë vjeçare të shqiptarëve, ku dihen më të mirë nga Kalaja e Tetovës, dhanë kushtrimin për të kthyer dinjitetin e popullit tonë dhe të jetojnë të lirë dhe të barabartë në trojet e tyre stërgjyshore. Referatin kushtuar rëndësisë së 14 marsit për historinë më të re të shqiptarëve e lexoi Muamer Hasani, i cili theksoi se popullin shqiptar e presin edhe betejë të tjera, të cilat me ndihmën e rinisë do të kalojnë me sukses. Na dhe këta djemtë i kemi përballë. Gjithmonë jemi bashkë pavarësisht se jetojmë në dy botra të ndryshme, sepse ata na shfaqen çuditërisht si rreze, herë në një pikë loti e herë në një tingull kënge, herë në një libër e herë në një buzëqeshje, herë në një petalje luleje e herë në ciferimën e një zogu qive të humbur të vjeshtër. Në këtë manifestim merrnin pjesë përfaqësues të shumë të udhëheqësisë së ish UÇK-s, familjar të dëshmorëve, invalid të luftës dhe ish luftëtar. Para një mase të madhe, foli ish komandanti i brigadës 112 Mujdin Aliu Hazbilika. Veprimet të cilat kanë nisë dikur janë duke vazhduar me këto mjete të cilat janë adekuate për kohën e tanishme dhe ne si përkrahës, si prijës, si njerëz të cilët kemi marrë mbi vete përgjegjësi të mëdha për të quajtur amanetet e dëshmorëve deri në fund, besoj se jemi në vijën e duhur dhe besoj se jemi duke hecur në hapat të sigurt drejt asaj për cilën ata dhanë jetën për ne. Kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Fazli Veliu theksoi se me thellimin e luftës së UÇK-s edhe në malsinë e Tetovës, kësaj lufte ju dha një dimension shumë i gjerë. Manifestimi u organizua nga shoqata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe Këshilli Vendor. Me fuqinë e madhe që ju i dha gjithë kësaj ane për të qenë ne dinjitas dhe për të marrë ju emrin dinjitas. Ju jeni dinjitasët e kësaj ane sepse ju jetoni këtu gjithmonë dhe u përballoni të gjitha vështirësive. Ju keni përballuar më të rëndat, sepse në krahët tuaj keni bartë fëmijë dhe të rinj të cilët janë këtu në këtë kala të pavdekshëm dhe me gjakun e tyre të lirisë ka njohur gjithë të tokë alvërore. Ju ishit që mbrojtët njëkohësisht edhe shtabin e përgjithshëm të kryesuar nga Ali Ahmeti dhe njëkohësisht edhe brigadën të kryesuar nga Hasbiu dhe Iliri dhe njëkohësisht përshëndetëm këtu bashkërimin i cili ishte njëkohësisht bashkëpunëtar i ngushtë i Jusuf Vallës, i cili ishte kolosi i në këtë anë dhe i të tjerëve të cilët ishin me radhë në këtë anë. Komandanti i përgjithshëm i UÇK-s, Zotri Ali Ahmeti, duke u drejtuar të pranishmëve, evokoi kujtime të kohës para 12 viteve, me rast tha se i gjithë popullata shqiptare ishte në krah të UÇK-s. Nuk u dorëzuam sepse ideali ishte shumë më i fortë se sa i ftohti me të cilin ne përballeshëm dhe as pak nuk lëshuam pozicionet, por dolëm, u përballëm ashtu si përballëm komandantët. Prandaj, këto ngjarje do mesin në kujtesë, po ashtu do mesin në kujtesë edhe ky 14 mars, me këto artistë që në këtë kohë, në shi, por ama, këta e bën të vetën defiluan përpara të pranishmëve për të kujtuar ngjarje që kanë lënë gjurmë në historinë e shqiptarëve. Ndërkaq u shfaq edhe një program artistik në të cilin merrin pjesë këngëtarja e mirënjohur e estradës shqiptare Violet Kukaj, si dhe shoqëria kulturore Jeona e Malësisë.